Nga informacionet e siguruara nga burime brenda kuvendit në seancën e së ku do të zgjidheshin 3 anëtarët e rinj të Komisionit të Prokurimit Publik mes 21 kandidaturave, rregullat ishin të qarta. Rendi i ditës i publikuar zyrtarisht saktësonte se për emrimin nevojitej shumicë thjesht votash për miratim. Neni 55.3 e rregullores e përkufizon këtë shumicë si numrin e votave pro, që të i kalon gjysmën e deputetëve në sallë. Nga 21 kandidaturat e paraqitura, 3 kandidatura, Edvin Simon, Donika Daci dhe Nertil Kanina, morën nga 73 vota secili, por një kandidat i katërt, Gjovan Gjini, grumbulloi 44 vota pro, 34 abstenime dhe 6 kundër. Me 84 deputet në sallë, pragu në shumicën e thjesht është 43 vota. Pra ky kandidat siguroi jo vetëm shumicën, por një vot më shumë se ajo që kërkoi. Me emrave që kandiduan në këtë proces ishin edhe Fjorent Zguro, Enkeleon Topulli, Lulzim Mata, Ergys Streza, Julian Dima, Nejada Merolli, Florian Sahadshiu, Erald Mihali, Bledar Cengu, Hipokrat Biba, Lorena Beqiri, Endri Dafa dhe Hektor Muçaj, edhe Ktulin Ngërçi, 4 kandidat për 3 vende, të gjithë mbi pragun e shumicës së thjeshtë. Rregulloria nuk e ka parashikuar një skenar të tillë, por ajo që ndodhi pas rezultatit e thellon edhe më tej këtë ngërç. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi u shpreh se projekt vendimi nuk miratohet për kandidatin e katërt. Në njoftimin zyrtar u përfshin vetëm 3 emrat e parë dhe si arsyetim u tha se u miratuan ata që morën më shumë vota. Ky arsyetim nuk qëndron para rregullores. Askund në nenin 55 nuk thuhet që kur ka më shumë kandidatë të kualifikuar se vende, të zgjidhen ata me më shumë vota. Burime nga kuvendi thanë se kjo ishte një praktike e konsoliduar në përzgjedhjen e anëtarëve të bordeve, por pa specifikuar nëse një praktikë e tillë mbështetej në një bazë ligjore. Një praktike e konsoliduar nuk mund të zëvendësojë ligjin e shkruar, veçanërisht kur ajo nuk është e kodifikuar askund. Pyetja që mbetet pa përgjigje është si do zgjidhet ky ngërç, sepse fakti është i pakundërshtueshëm. 4 kandidatë kanë kaluar pragun, jo 3. Njëri prej tyre, i katërti, ka siguruar 44 vota, pra më shumë se gjysmën e deputetëve të pranishëm. Sipas rregullores, ky është një rezultat i vlefshëm dhe zoti Gjovan Gjini është fitues, derisa kuvendi të gjejë një zgjidhje procedurale për këtë situatë, qoftë një raund i dytë votimi, qoftë kriteret të paracaktuara për përzgjedhjen midis 4 kandidatëve, ai që ka siguruar votat e shumicës sipas ligjit mbetet i zgjedhur. Rregulloria nuk parashikon skualifikimin e një kandidati vetëm sepse ai nuk ishte i parapëlqyer.